Rezistenca qytetare ka hyrë në ditën e 51 të saj, duke shënuar një nga protestat më të gjata të zhvilluara në 3 dekadat e pluralizmit në Shqipëri. Çdo mbrëmje qytetarët nga Tirana dhe qytete të ndryshme të vendit mblidhen në qendër të kryeqytetit ku shprehen pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë dhe kërkojnë ndryshim politik. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet në pandryshuara, largimi i qeverisë dhe dorëhiqja e kryeministrit Edi Rama. Edhe në ditën e 51 të protestës, mijëra qytetarë u bashkuan tubimit. Protesta nisi me grumbullimin e pjesëmarrësve në sheshin Skënderbej, nga ku më pas marshuan drejt kryeministrisë. Përpara godinës së qeverisë u mbajtën fjalime nga organizatorë dhe aktivistë, të cilët përsëritën akuzat e mazhorancës dhe kërkesën për ndryshim të menjëhershëm politik. Pas përfundimit të fjalimeve, marshimi vijoi në disa prej akseve kryesore të Tiranës, ndërsa protestuesit shoqëruan lëvizjet me thirrje dhe sloganet kundër qeverisë dhe klasës politike. Gjatë tubimit u dëgjuan dhe thirrje për hetimin dhe përgjegjësinë ndaj zyrtarëve të lartë të qeverisë, ndërsa disa prej mesazheve u drejtuan edhe ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Organizatorët kombgulën se kjo lëvizje nuk do të ndalet dhe se qytetarët do të vijojnë të mblidhen çdo mbrëmje në shesh derisa sipas tyre të realizohen kërkesat e parashtruara.